أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد لفديت لرسيمت madhrimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala, Zotin tonë falenderojmë dhe prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të begata mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne vetëm se po e përcjellim muajin Ramazanit, Allahu e pasbog kabull prej neve. Na mundsoft me mri shumë Ramazane edhe shumë bajrame duke qenë më shëndet edhe me iman. Nuk ka dyshim se ajo që është më rëndësishme në Ramazan është epilogu, si përfundohet rrëfimi, si përfundon ngjarja e njeriu. Mu për këtë arsye Allahu xhel xelaluhu e bëri që nata e Kadrit të jetë në 10-shin e fundit, të jetë ka fundi që njeriu ta jap maksimumin që ta përfundon, ta mbyll kapakun e librit të tij me vepra të mira. Andaj ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, veprat vlerësohen te Zoti veç sipas përfundimit. Allahu na dhash të gjithëve përfundim të hajrit, i cili vendoset me kurorën e rizallakut Allahut subhanahu wa taala. Do të vazhdojmë me lein Allahu xhel xelalu në kategoritë dhe klasat e njerëzve me të cilat kishte raport pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sot vëzëre kemi kategorinë më të vështirë që ekziston në mesin e njerëzve, si u sill me ta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe se si bëri që me gjithë egërsinë, me gjithë panjerëzinë, me gjithë pamoralin e tyre dhe fshehjet e tyre, Muhamedi alaihi salatu wasalam arriti t'ia del për skaj këta komploteve që mos t'i dëmtojnë muslimanët dhe fenë e Zotit xhelle xhelalu. Dhe ajo është kategoria e hipokritave, të cilat Allahu xhallahu alaihi quan munafiqun, munafika, shka i njohna ne me këtë term. Munafiku dhe zër, munafiq në gjuhën kuranore është një njeri i cili deklarohet musliman ndërsa është jo musliman. Deklaratën e bën që t'i mashtron muslimant dhe bën diçka prej veprave të muslimanëve, ndërsa në realitet punon për pa muslimanët, për jo muslimanët, dhe bën vazhdimisht kurthe prej brenda islamit. Tani për ta kuptuar vëzër këta, megjithëse ka shumë ngjarje nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, derisa tha Ibn Qayyim el-Jauziyje, kada al-Qur'anu an yakuna kulluhu fi sha'nihim. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, gati këtë Kur'ani mu kanë për ta, kundër tyre, në zbulimin e tyre. Pse vëzër? Se sherrri i tyre u kanë i madh. E që ne ta kuptojmë dhe zërë se kush janë munafikat, do të referohemi vetëm në ajete pa i lexuar. Se po banëm vetëm me ajete unë dalëm, do të në merë shumë ko. Shumë ajete ka dhe zërë. Shumë ajete ka për hipokritat. Allahu mos ta bëj asnjëherë për hipokritave ja Rabbel Alamin. Nga se nuk ka gjendje më e poshtër se sa njeriu me qenë hipokrit. Edhe ndonjëherë dhe nuk e din, siç do ta shohim nga cilësitë cituara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të citojmë vetëm një herë si ka thujt Allahu xhel xelalu, ndërsa juve ju jetë detyrë kush don me e ditë me referenca të ajetit, nga se po i cituam të gjitha, me të vërtetë na merr shumë kohë. Allahu xhel xelalu i ka cilësuar me pretendim të imanit të rrejshëm në surën Al-Baqara ajeti 8. I ka cilësuar me pretendim të rrejshëm. I ka cilësuar me orvatje për ta mashtruar Allahun. Po përpiqen, mundohen me e mashtru Zotin xhelle xhelalu dhe me i mashtruar musliman. Surën Al-Baqara ajeti ma andej ajeti 9. Gjithashtu Allahu xhelalu i ka cilësuar hipokritat në shumë prej ajeteve se janë fesadxhi, se bëjnë fesad dhe e prishin rendin në tokë dhe se i prishin lidhjet farefisnore. Në surën Al-Baqara ajeti 11 edhe ajeti 12. Gjithashtu në surën Al-Baqara ajeti 204 dhe në ajetin 206. Ka përshkruar Allahu xhelalu, referoni në ajete, i keni sot edhe në për telefona, mund të shikoni ajetet e Zotit xhelle xhelalu. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka cilësuar hipokritët
me dembeli të skajshme në adhurime. Pra juve në ranë shumë me ufal, juve në ranë shumë me agjeruë, juve në ranë shumë me dhonë zeqat, juve në ranë me përmendë Allahun Gjelle Gjelalu. Në surën Nisa, ajeti 142, ka përshkuar detal nga gjendja e rëndesës që e kam, plogështia që i ka plon ata në adhurimin Allahu Gjelle Gjelalu. Gjithashtu Allahu Gjelle Gjelalu ka përshkuar në surën El-Baqara, ajeti 14 dhe ajeti 79 i surës Taube, me qëfar? Me talje ndaj besimtarve. Vëllezër, nëse ndalim me ajetet, tash edhe një herë po e theksoj, na merr shumë kohë, ndërsa unë duam të dal të ngjarjet që ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam. I ka cilësuar këto ajete Allahu xhelalu ala se i tallin musliman, i qeshin musliman, për buzin musliman. Ka ardhur qeshin me fjalë, edhe qeshin me lemz, edhe ghamz, me gjeste, boj me sy e kështu me radhë. Dhe kjo është ndaluar nga cilësitë e muslimanëve që mos ta tallin asnjëri. Gjithashtu vëllezër, Allahu xhelalu i ka cilësuar në surën Ali Imran, ajetin 118, edhe në surën En-Nisa, ajetin 141, i ka cilësuar Allahu xhelalu se i urrejnë muslimanët. Para mendo, deklarohen me ta, i urrejnë muslimanët. Pse vëllezër po i përmendemi këto? Se me këto dallohen ato. Njëri thotë, kush janë këta njerëz që na ta dina për kanë atu fol? As Muhamedi alayhis salatu wasallam se ka ditë. As ajo lista e Hudhaifës që ka kallzu pejgamberi alayhis salatu wasallam, s'kan çekit munafikat. Janë kanë 2-3 veta aty, deri në 15 veta. Do sa munafika ka pas shumë më shumë. Por Allahu ju ka thënë, i një me cilësi, unë ti kallzoj cilësit, ti përcjelli pastaj. Gjithashtu Allahu xhelali ka përshkruar munafikat se i duan pabesimtarët dhe mitsohen me ta. Pra, para mendo, deklarohen musliman, i dojnë një muslimant, i urrejnë një muslimanët, i urrejnë muslimant dhe bojnë aleanca me paganët. Kjo është në surën En-Nisa, ajetin 138, edhe më andej edhe në surën Hashr, e cila gati ka zbrit këtë për ta në mitësimin e tyre me jehudit. Kjo ka qenë prej cilësimit që ja ka përshkruajtur Allahu xhelalu ala atyre. Gjithashtu në surën Nur, ajeti 47 e më andej, i ka përshkruar Allahu xhelalu ala se nuk e dojnë ligjin e Zotit. Nëse u thua atyre ligji i Zotit, ligji i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ligji i muslimanëve, ata kanë urrejtë për këtë punë. Apo kanë urrejtë në zemër. Ata e dojnë diçka tjetër çka e është në kundërshtim me Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka përshkruar Allahu xhelalu ala se ata nuk vinë te ti o Muhammed me u xhikue. Nuk vinë te ti me u xhikue. Dhe gjithashtu në surën En-Nisa, nga ajeti 60 e më andej, i ka përshkruajtur Allahu Gjelle Gjelalu. Gjithashtu në surën El-Munafiqun, ekziston një sure komplete ka emrin El-Munafiqun, munafikat. Derisa thot Abdullah ibn Abbasi, që ka transmetuar Imam Muslimi, ka thënë Abdullah ibn Abbasi, pejgamberi alayhi salatu wassalam, Gjuma i ka lexuar surën Gjuma, El-Jumua, edhe surën El-Munafiqun. Se i ka lexuar këto, thot Imam Nawawi rahimahullah, e ka lexuar surën Gjuma për Gjumon. Se në surën Gjuma ka thirrje për me lanë tregtin në vakt Gjumaje dhe me ardhmë përmend Allahu xhelalu në Gjuma. Thot, e pse e ka lexuar surën El-Munafiqun? Se munafikat mas shumti që janë mbledhur në xhami ditën e Gjuma. Që mi ka dhu pejgamberi për një ditë, një saat aty, na jena me ti edhe pastaj tan javën kanë ik. Sigur që e kanë pas tradit në sabah edhe në yatsi s'kan dalë. Se sabah dhe yatsi sa kanë sigur të na yatsia. Atëherë në yatsi so pa kurkush kush ato dalë. Veç ka pas pak pejgamberi sa me dalte Imam Lloki vet, edhe sahabët janë rreshtu duke u prek. E kanë bërë safin. Edhe ka thënë sa të mor vesh tu kush del, skandal. E Allahu xhelalu ala i përshkruajti ata me një sure të veçantë. Këtë sure ja u lexonte pejgamberi çdo xhumë. Pra sikur vazhdimisht u thonte, e di që këtu jeni. E di që jeni to ardh. Mirë po ka thot Imam Nawawi, gjithashtu në këtë sure Allah i ka thirrë mu pendu. Lënë nifakun, lënë hipokrizin, hajde te Allahu Gjelle Gjelalu. Në këtë sure si ka përshkruajtur Allahu xhelalu ala, i ka përshkruajtur se kur ka kërkuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë lipi istighfar për juve te Allahu, ka dhec. Ka shku pejgamberi sa në ditë për ditë dhe ju ka thënë atë lipi istighfar për juve, për do gabimet që i keni bë. Veç që kanë marrë xhibët edhe janë quë. Nuk dojnë me i bojë istighfar. Zdon dikush mu lut për ta. S'lutën ata me i falë Allahu Gjelle Gjelalu. Allahu na ruaj nga gjendja e rënë këtyre njerëzve.
Gjithashtu vëllezër, i ka përshkruajtur Allahu xhelalu në surën An-Nur, ajeti 19, se kanë dëshirë që të përhapet amoraliteti dhe zinaja në mesin e muslimanëve. A e kuptoni tani? A e kuptoni sa gazetari janë munafik? A e kuptoni sa mediat janë hipokrite? Sepse ata përhapin amoralitet në mesin e muslimanëve. Ato kanë qef mulltal me mbulesën e me uba e kanshme zhveshja. A e kupton vëllezër? Andaj Allahu xha nuk i përmeni me emra, po i përmeni me cilësi. Ama ti nëpërmjet cilësisë se kupton. Me të kallzu një ani për shembull, ka më ardhur një njeri, i ka çështu flokt, i ka çështu sit, çështu fol, çështu hulët, çështu i ka gjestet. Ti paraparsisht e marr vesh mo. Vjen piçi ti veni. Domthon me cilësi e kupton. Andaj Allahu xha përshkruajti se kanë merak më u përhap. Andaj i than Aishës lavire. Ato e shohin punë të lehtë këtë punë. Lavërllëkit e tash kur gjë hiç. Andaj i ranuan muslimanët me goditjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu i ka përshkruajtur Allahu xha në surën Al-Munafiqun, ajeti 7, se kanë pas dëshirë që të kenë kriza ekonomike muslimanët. Andaj kur e kanë pranuar Islamin deklarativisht, ju kanë thënë aty në shokave të vet, dhe shpesh janë ndikuar muslimanët që se kanë ditë se janë munafika. Ju kanë thënë mos i jepni kur po lip zeqat, mos i jepni. Mos po harxhohet edhe po shkatërrohet. Kanë pas dëshirë që muslimanët mos të kenë domthon ekonomi të shëndosh, mos kenë stabilitet në ekonomi, po të kenë kriza. Kenë kriza të shumta e pastaj nga kjo krizë, nga se njerëzit e dinë apo kush ka mësuar pak ekonomi dhe e dinë se si zhvillohen politikat e vendeve prej stabiliteteve të vendeve të cilat vëzër ekonomia. Mos me pas një vend ekonomi shkon. Sot problemi më i madh mbodh vëzër pas koronës, cili është ekonomia. Andaj në histori është e njohshme. Smuje, krizë ekonomike, luftë. Marrë lexoje. Pini 1900. Lufta e parë botërore ka ardhur mas krizës. Mas smujës, krizë ekonomike, luftë botërore. Apo edhe shumë analistëve sot thonë se erdhi smuja, tash vjen kriza, rritën çmimet nalt, edhe në fund kur rritën çmimet nalt, kush më mor më shumë për plasët lufta. E lutemi Allahun që Allahu çka do të ndodhë i rul musliman kudo që janë. Qase vëzë kjo janë ligjet e Zotit. Njëri thot, "Hoxha, ma ka dhënë diçka që ka më bëu mirë." Çështu funksionon dunjaja, a bëhet mirë as bëhet mirë? Na nuk e dina. Luteti Allahu që lora më bëu mirë, e pastaj kontribo për hajër. Andaj i kanë godit musliman në ekonomi. Gjithashtu Allahu xhelali ka cilësuar munafikat në Kur'an me çfarë vëzë? Me cilësi të lig. Ka thënë munafikat urdhërojnë për të keq dhe ndalojnë nga e mira. E kundërta e muslimanëve. Ato shka ka do një të keq, thonë mira me bon. Shka ka do një të mirë, thonë mëse ban. Çka të shku në xhami, thonë shka e pikme me xhami. Apo çka të shkuën në gjërat liga, çështo jetën knaqur. E kështu me radhë. Kjo është prej hipokrizisë, do të thotë. Kjo është prej nifakut në Allahun xhelle xhelalu. Kjo ka qenë vëzër prej ajeteve që kanë zbritur në çështjen e munafikave. Tani vëzër në histori shumë shkurtër si ka ardhur te krijimi i një kësaj kategorie të munafikave në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi wasallam vëzër ka filluar davetin e tij, thirrjen e tij pejgamberike në Mekë. Fshehtas, pastaj haptas më fuqishëm, pastaj është tu numri, pastaj është tu ashpërsia, derisa kanë marrë vendim arabët me evra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në afër vitit 13. Kur kanë marrë vesh pejgamberi alaihi wasallam se dojnë me vra, ka bo plan me ik. Dhe i ka shfrytzuar 3 vitet e fundit në haxh, i ka mbledh ensart Medinës. Dhe se kanë qenë qyteti Medinja ka posëmin një Yathrib para Medinës. Edhe është taku me ta dhe ka bo marrëveshje me ardhë ata, me ardhë në Medinë. Pejgamberi alayhis salam është takuar me 12 kokat Medinës, me 12 njerëz kryetar të fiseve. Kryet tëre Eusja dhe Khazreji. Ja kanë dhënë besën pejgamberit sa hajde ti në Medinë, na të mbrojnë atyje. Mirë po jo këtë qyteti o dërzue. E para se me ardhë tregon Usama ibn Zeidi, apo Usama ibn Zeidi, cili ka qenë ish djali të adaptuar pejgamberit sa që e ka shfuqizuar Allahu xhelalu ala. Çka ka ndodhur zot? Thot Usama, thot çiki Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Abdullah ibn Ubay ibn Seluli vëzër njihet për koka e hipokritave. Abdullah e ka pas emrin, baba vetë e ka pas emrin Ubay, a nëna vetë e ka pas emrin Selul. Andaj shpesh e kanë thirrë me emrin të nanës, djali i Selulit.
Arabët e kanë tradit me të thirr kur të lavdrojnë djali i babës. Djali i babës, apo? Ky ka qenë Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Kanë pas luftë fisi Aus edhe Khazraj. Apo? E që ki Abdullahi, para me vëzër, koka munafikave ka pas emnin Abdullah, robi Allahut. Apo koka munafikave. Kjo ka prit më ba krijetari Medinës. Edhe o konë në prak të ba krijetari Medinës. Janë konë të jadon besatimin për më ba krijetar. Në qatë ko është paracit për nga mberi së sellem për me ardhë Medine. Dhe kje ka mori nati shumë. Se erdhë ky, aj se ka këshyrë si për nga merë. Tha erdhë ma murë krijetar lëkin. Se kjo bështë është krijetar. Aj se ka këshyrë që për nga merë, ma murë krijetar lëkin. Edhe ushti me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem. Deri kur vezër, deri në luftën e Bedrit. Kur ka ndodhë lufta e Bedrit, edhe kanë ardhë 70 Arab, argat, dzant luftës, mesin e tëre, sanadidul kufrit, që shka arë në transmitime, kokat kufrit, atër Abdullah ibn Ubej ibn Seluli ka thanë, shkoj kjo pun, ajde i kam ledhë shok të vetë, ka thanë shkojnë atë e Muhammedi, sallallahu aleyhi sallam, edhe kanë deklaruar se janë musliman. Se kanë thanë, kër u zonë, qifti i të mlojve, u edhe vrajtën të mlojt, ki i vrajt i familjar të vetë, musulman e sapë. Atër kanë ardhë deklarativisht, në shfaq si musliman. Të regonë Usame ibn Zejdi. Po në gjithë për ditëve, kam qenë me Muhammedin s.a.s. në i hyp në Gomar. Dhe kjo ka qenë prej modestijës për nga mberi s.a.s. se nuk ka refuzu me ecë me njeri me Gomar. Apo? E thot edhe shku me vizitu e Sa'd ibn Ubaden, njërin prej kryetarëve të fisëve të Arabëve, të Medines, nga Khazreji. Thot edhe kjo vizit ke para luftës Bedrit. Shkëllëzit para luftës Bedrit. Deri para luftës Bedrit s'ka pas hipokrita. S'u ka ditë kush është hipokrit. Mas luftës Bedrit janë ardhur deklarativisht, janë deklaruar se janë musliman. Edhe thot kaluam me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i shkon në mezhlis. Jo e dini Medinja dhe zër, o kanë me Medinasit, Eusi dhe Khazreji, ka ardhur pejgamberi sa i ka bë një pjesë të madhe musliman, edhe çeto hipokrita që janë bë mas luftës Bedrit, edhe jehudit. Thot Usamja, shku me pejgamberin s.a.s. ishin kanë do musliman, do hipokrita ma vonë që janë ba, mesin e tyre Ibn Seluli, edhe jehudi. Jehudit janë kanë kushi me ta. Thot edhe kalu me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, thot edhe kur kalu, thot Abdullahi Ibn Seluli e mloj ftyrën. Në shenjë s'po du me të këshyrë, s'po du me të pa. Apo edhe i tha, hajt kalo ma shpejt mos qop luën këto. Apo, hajt kalo ma shpejt mos qop luën. Nga se Arabë vëzër kanë bos, do mon tokën e kanë bos këtë zalë, këtë pluën. Nëse ke kalu me Gomara apo me Kali, a i ka qop luën. Dhe kjo ka argumentu se është ofendu për jatina, sallallahu aleyhi wasallam. Edhe i ka thonë hajde ma shpejt, mos ban pluën këtu, largoju. Ende nuk i ka ditë për mësam këtë kush janë këto. Apo, mirë për mësam ka shku me strategjinë e butësis dhe manovrës së butë. Atërë thot, ju dha selam për nga mësam të gjithve. Dhe unë dal edhe i thirin islam për atyre që ka s'janë konë musliman, për jehudive dhe hipokritave. Dhe u lexoj Kur'an. Atërë Abdullah ibn Ubej ibn Seluli foli dhe i tha, ejuhel mërë, o ti njeri. Kjo ka qenë prej nënçmimit që ja ka bo Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Këtu a ende së deklaruhe as musliman as jo musliman. Së deklaru kur gjo. Ka thonë, o ti njeri, na si dina këto lafe shka i ti folti me nënçmim. Lej këto islam, Kur'an, lej, largojo për kësajna. Pasaj ka thonë, a ka mundësi të në lish rahat me gjlis? Ajde, largojo. Vëzëru konë, nëse do dikush qysh ka fole me mësam qështu, sa ka ardhë për nga mësram, vendi huj, ka morë bes, e që ki u konë me nam, e kupton me nam o vëzër, kryetar, pak para se mu po kryetar, si loj opozite dhe pak me hip, edhe problemat është njerëzit që kanë ditë, që ka po thot, ki s'ka gjujt drejt për drejt, ajtë ka thonë liroje, ajtë, shko, s'kena nevojt me na folti neve këtu, as për islam, as për kur gjo, tjetër, pasaj ka thonë, shko në shpitane, ka thonë, si doje dikush në dëtvenet e shpia ka dojë këtë muhabete. Pro jo kështu ti publik me i kalduhe. Atëre i ka thonë Abdullah ibn
ibn Rawaha, ka qenë për muslimanve, ka thënë ikhshina fi majalisina. Ka thënë ja Rasulullah, hajde në mejliset tona. Ka thënë se na dojna me ardh në mejliset e tona, edhe pastaj musliman që kanë konë aty kanë fillu me Esha ibn Selulin. Qysh i thuti pejgamberi sallam largoju pi këtu. Ata kanë filluar edhe jehudit me ndërhy, a kur tin jehudit e dini vëllezër. Gjithmonë ka dhe lufta. Thot kur kanë intervenuar jehudit se pse e keni lënë njëri këtu juve me ardh me ju përça. Ata thot filluan musliman me u sha, me jo musliman, edhe me jehudit, edhe me ata që ka qenë hipokrita derisa filluan me u godit, hynin mes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i pastroi. I pastroi edhe i qetësoi edhe u larguan secili në vendin e vet. Vazhdoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shku te vizita, çka ishte shkuar te Sa'd ibn Ubada. Thot Usama, shkum te Sa'di, u ul pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe i tha: "O Sa'd", ka qenë kryetar dhe ky i madh. Sa'd. E çky Sa'd ibn Ubada vëzër, kush o? Çky Sa'd ibn Ubada nuk e ka menduar kohë të gjatë Ibn Selulin se mund të më kanë munafik. Andaj këtë rast edhe që do t'i kallzojna, se ka ditë kush kura munafik. Andaj sahabët shpesh janë rrok për çështën e tyre. Dhe sa ka zbrit Allahu xhelala ajete, pse ju musliman po përlani kur na moja u kallzum bo me mo kush janë, veç emra se na t'ja u përmend. Mirë po, se ni kanë njoft, se kanë bo manovra, kanë bo komplote, kanë bo bejnë Allahu, e kështu me ra. Andaj, kur ka shku te Sa'di, i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "O Sa'd, as penin çka po thot Ebu Hubabi", e kanë thirrë më herët Ebu Hubab. Pastaj, domthon muslimanët e kanë thirrë Ibn Seluli. Ibn Seluli. Ka thonë as penin çka po thot Ebu Hubabi, sigur e ka përkthel pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë kështu dhe kështu, domthon tha, s'ka nevojë të më na fol për Kur'an, largoju pi këtu. Atëri tha Sa'di: "Ja Rasulullah, falja, sepse të kallzoj çfarë defekti te ky." Ka thonë: "Ki ja Rasulullah, ke për pak me mor kororën e Medinës më bë krijetar, por se Allahu të dha atë çka ta dha." Do voni pejgamber. Erdhe ti në këtë qytet, edhe je i pari, edhe ky ka mori nati tash. Apo ky ka mori nati tash. Andaj tha: "Fale ja Rasulullah, fale ja Rasulullah." Atëri ja fali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo vëzër ka qenë para se më bë hipokrita. Dhe pejgamberi ka përdor, domthon çështën e bucijes me ta. Kur është shfaq fenomeni hipokrit? Tregon Usame ibn Zeidi, kur ndodhi lufta e Bedrit. Lufta e Bedrit, lufta që e ka thënë Allahu lufta e Hakut. E ka ndodhur Allahu të vërtetën prej pavërtetës. Thot u vrajt kush u vrajt, u zu rob kush u zu. Thot kur ardhen me rob muslimanët, xant prej paganëve. Thot këta i parë. Edhe thot tha Abdullah ibn Ubay ibn Seluli dhe këta ata që kanë prej paganëve: "Hadha amrun qad tawajjaha fabayi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kan thënë kjo punë murfun. Pra 70 janë vrapi kurajshve, 70 janë zan rob. U kry. Kjo ka qenë prej frikës që ka përmendur Allahu xhelal për Ibn Selul, se ka qenë kur i qartë. Gjithmonë ka shkuar tërthorazi, gjithmonë ka shkuar me temsile, nuk ka qenë burr i qartë. Atë ka thonë kjo punë murfun. Kryetarllëk jam, shkoj hoç, edhe i ka thënë shokët e vet, ka thonë hajde shkojnë ai thonë se jena musliman. Edhe kanë shkuar kanë thonë shahadetën dhe ja kanë thonë besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se nuk kanë mbi bë shart, edhe kanë me ngue, edhe çka thoi ai, kanë me bëj. Thot që i Islam ibn Taymija rahimahullah në një libër të veçantë në këtë çështje, thot nuk ka pas munafika deri në luftën e Bedrit. Dhe nuk është shfaq munafiklloku dhe hipokrizia dhe laramania në fe, pasi pejgamberi alayhi salatu wassalam ka marrë forcë të madhe në Medinë, sepse pas luftës Bedrit Quraysh janë dobësuar. E Medinja është bërë e madhe, në krye me ta pejgamberi alayhi salatu wassalam, e për ta ruajtur pasurinë, e për ta ruajtur, do më thonë, ata namin e vetë edhe jetën e vetë, kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe e kanë pranuar fejen deklarativisht. Kjo ka qenë prej asaj që e kanë përmendur dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu e ka përmendur edhe Abdullah ibn Abbasi se kur ka ndodhur lufta e Bedrit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është kthy për luftës Bedrit. Edhe kur ka ardhur në Medinë, i ka mbledh jehudit
se kam ja mbajt një fjalim. I kam ledh jehudit të fisit Bejnu Qajnuqa, se ka pas mangat. Edhe ju ka shku jehudive dhe ju ka thonë kështu: Ja ma'shar al-jehud, o ju jehudi, eslimu qable en yusibekum mithle ma asabe Qurejshe. Ka thonë pejgamberi sa, o ju jehudi, hini në islam, që mos t'ju godasë edhe juve në të ardhmen ajo që ka i goditi Qurejsh. Kërë që ka i goditi Qurejsh? Ka ndalë 1.300, edhe i ka shpartalu Allahu Gjellë Gjellalu. E ju tha jehudive, o ju jehudi, mirë një mësim, që e ku e ki mësimi? Ju smuni me Arabët dhe zër, Arabët kanë qenë ma guximtarë se jehudit. Andaj pejgamberi sa ka thënë, o ju jehudi, shikoj Arab, smuni më ushtimi me këtë punë. Finin fejnë e Zotit Gjellë Gjellalu. Atare kanë thënë, o Muhammed, jehudit ju kanë drejtu, o Muhammed, në mesin e tërë dhe zër, të ingu edhe qëto i prokitat, i mëseluli. E kërë kanë pasës që po zhvillohet muhabeti, në qëfar retorike po folë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe edhe qëfar retorike po flasin këta, ata kanë thonë ma mirë po bëme me të dy palët, edhe kënejna. Andaj mini erë masi i kanë thonë Muhammed sa mjena musliman, ka shku të jehudit i kanë thonë veç për sy e faqe e kena. Allah e ka cituar në surën Al-Baqara. Apo wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Kur i kanë thonë Muhammed na po besojna si ti, kanë shku i kanë thonë jehudive, jo na jena me juve, apo inna ma nahnu mustehziun. Këto muhabet e kena me këto, na tu talë me këto. Çka tha Allahu xhelalu ala? Allahu yastehzi'u bihim, Allahu atu talë me ta. Lutë Allahu mos me të bëhë munafik, s'ka ma keq. Allahu mos në bëhë kur munafika. Dhe zërë, ma keq se mu kanë kafir, ma keq se mu kanë shkapi për jashtë, sepse i ban damë musliman dhe pimë rejna, ju folë gjuhën e tëre. Ka mundësi edhe njerëzit të thirë për një islam, ka mundë thirë thrasin në hipokrizi. Atër i kanë thonë jehudit, o Muhammed, ka dale pa, ka thonë se ti ke luftu me Qurejsht, ata janë ala të ri, s'din lufta, na jena babe babgjysh njës luftrave. Ka thonë, ata, familja jote, janë dobet. Ka thonë, ta shesheti se kush është Azgani, ta shesheti se kush janë njerëzit, ti s'ke pa njerëzit si natë fort. E Allahu Gjelluala e zbiti një ajet në surën Ali Imran, ajeti 12, për me e forcu zemrën e Muhammedi s.a.s. Tha Allahu Gjelluala, kul lilledhine kefaru, se tu ghlebune vë tu hsharune ila gjehennem. Tha thuju që atyre që ka thanë tyje, o Muhammed, hajtë se sheti me neve. Tha thuju o ty o Muhammed, atyre jehudive, qafirave, thuju, kini mu në poshtë, s'ka rrug dalit tjetër, kini me hup. Jo veç kaq, edhe në gjenem kini me hije. Në dunja kini me hup, në gjenem kini me hije, për bi selmihet, sa dhe një keq ku kini me përfunduhe. Dhe vezër, ketë luftrat për nga mësami ka fitu me ta, alehi salatu vesselam, me manovra, me komplote, me dreshnëllëke, me shejtanllëke, me krejta hilet që ka i kanë bërdor, Allah i ka shpartaluhe. Ketë i ka shpartaluhe. A e dini dënjani për juve, që që ka dënjani për jehudive emrin që e ka luftu për nga mberi së selle, pa ju ka dhu këtu me qitab. Që di? A pëse nuk e di? Që i ka shpartaluhe Allah u gjelluara. A ka dikush mbod vëzër? Wallahi ka pi qafirave që si jahudin emrin që atin jehudive. Va i ka rujt musliman të emrin atë të tënve. Apo, e a ka dikush pi armiqve, edhe pi jo muslimanve, edhe pi ketë atë që ka se besojnë Allahun dhe pejgamberin së sellem. A ka dikush i thot, që shë ka be emri ki profeti juve? A ka dikush? Ska dhe. Muhammedi së sellem është emri të cilin e njohin s'ka i botës. Se kitë botë të thirët, e shhedu enne Muhammeden Resulullah. Me të mirë, me të keq, thirët e zani. Me të mirë, me të keq, me manovra, pa manovra, thirët e zani. E zani vëzër thirët edhe në kin. Kjo janë komunista kështu, ma komunista s'ka ma komunista sa ata. Apo, thirët në Rusi. Thirët në kitë venat, që janë, thirët në Indi. Me gjitha tortur që ja banë, Allah i një movat e një muslimanve të dopt atje. Që ju bajnë torturat shumë të vëzër. I përzan për shpijave tërë, i gjegin gjamia. Me gjitha ta thirët, e shhedu enne Muhammeden Rasulullah, Muhammedi është i dërguari Allahu. A ka shpes për munafikat? A ka shpes ato që ka shkujnë Facebook kundër muslimanve? A ka shpes për ato që të talën me muslimanët? A ka shpes? Andaj, në nuk e kena për qëllim ata. Për qëllim e kena mu dhe ty dhe e vladin tanë, ruja zemrën. Mos bere prej gazetës, mos bere prej medjas, mos bere prej televizionit,
Njëri thot, po këto në televizor po thojnë, nuk ka qashtu. Apo, na e dojnë islamin. Ama jo atë islamin e shtrëngum shumë. Cili ja i shtrëngumi aj? Cili ja i shtrëngumi? Ku pe din ato cili islama i shtrëngumi, cili lirum? Ata kanë studiuar islamin? Islami vëzër, e studiojnë muslimanët. Ata e ka zonë shka. Mes muslimanëve s'ka ka polemika, jo mesele tjetër. Njani ja Hanefi, njani ja Shafi, njani ja Maliki, njani ja Ambeli. Kjo në mesin e muslimanëve. Moselea tjetërin me të ardhë. Apo, andaj Ka'b ibn Malikin, shoki pejgamberit, e patëm dje, e përmendëm shumë shkurt. Kur e ka izolu pejgamberin 50 ditë, 50 net e ka izolu, si pastrim, pendim që ka mungu me një luftë. Apo, thot, në qatë ko, a i brejti i Gassanve, pak para se me mërinë Siri, o ka një Shami. Apo, e ka morë vesh. Shiko vëzër ato i përcjellin problemet e muslimanëve dhe pastaj ndërhyjnë. O shpeshar na vetë ishtina muslimanëve, na po unë se du këtë, unë se du atë, a e marr vesh. Edhe mos të dush një musliman, mos kallzo Allah. Edhe mos të dush një hoç, mos kallzo Allah. Mos kallzo se i knaqet ata tjerë. Vallahi shkrihen ata. Apo ato shkrihen. E ja çojnë mbreti, tha, o Ka'b, kena morë vesh se ki dostijot, ato të izolus, ato të fol. A di nëse çfarë izolimi ka mëri? S'ka pas drejt Ka'bi 50 ditë. Kur kush mi dhan selam, kur kush mi fol, edhe 10 ditë të funit as gruaja vet si ka fol. I ka thënë pejgamberi Ka'bit, as me gruaja mos fol. Çështu Allah i ka thënë, që ta pastroje. A mundesh para mua vezër ti me hec midis shkupit kur kush të fol. Ulesh, o ju njerëz, s'të folin. Urdhër e kanë. Sa let me shku ka tjetran. Ata i ka quë Ka'bit letër. Edhe kër e ka morë Ka'bi, këj dostijot, po i zërën, hajde ti të na. E ka morë letër, shiko dhe zërë. Thot, ndërsa isha në mërzi, thot, vallaj, thot, edhe tokë ka mundru, nuk isha ajo tokë. Nuk isha ajo shpi, thot, shpia e mora i natë, shpia në teme. E Allah e ka përmenë, wa daqat alejhim enfusuhum, unë ngushtu shpirti, që mos t'ju ngushtohet në akhirat. Thot, e mora letrën, thot, edhe ke zarë mikallë të shtinë në zarë. Kur të shirë, shiko, Ka'bi, thot, e mora letrën, edhe shtinë në zarë. Thot, shkoj pak dit, erdhë lajmi pejgamberi se Allahu të ka përmenë o Ka'b në Kur'an. 50 dit si ka fol, ama derin kiamet në surët Taube përmenet Maliku, Ka'b ibn Malik. Pse? Sepse ka po sabër, e ka morë lekët dhe e ka shti shparet, në zarmë. Shka ka pas të 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 rëvezër? Hajde ti të na. Apo, a disa muslimat, apo, për shemull, këni pa i kanë kallë kesit të të arabve, copa i kanë ba, muslimatë me zveti, edhe të ashtë, hajde ju ti të na. Hajde shashtu ju të na. Rëvezër, nuk duhet muslimani me edurzuhe. Muslimani me urrejt. Ani musu pajto, kundrështohë. Nësë mëne mu pajtu ketë, Allah. Qashtu nga ka jarati Zoti, nga ka kriju Zoti Gjellë. Nësë mëne mu pajtu ketë. Jo rasish ka plot me dhejbe në islam. Nuk jam e shto katër. Në shkolla, jo shia, ato janë njefën për jeli sunetit, i fare. Po shkollat muslimanëve, ka shkolla e Sufjanit Thaurit, ka shkolla të Ameshit, ka shkolla të shumëta, ka shkolla e egyptianët që kanë qenë më herët. Mirë po, ajo që ka i ka bashkullë dhe ka qenë libri i Zotit. Kibla, një kible e Allahu Gjelle Fiula. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mposhti këta grupe edhe u krijuan hipokritat. Kjo ka qenë prej asaj se ne ka përmendur dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu vëzër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka psuar shumë të këqija për këtyre njerëzve. Për të këqija vëzër që i ka psuar është se në luftën e Uhudit Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, e kemi përmend të lufta e Uhudit, detalet shumë të tani vëzër, këto ngjarje kanë shumë detale e nuk e dia a krijohet ai sureti tamam për me kuptuar ngjarjen. Sepse ngjarja është një informat i mungue se ne kapat atë kontekstin, apo o shpresoj që ti përmbledhim sa më shumë informacione. Lufta e Uhudit është lufta e dytë mas Bedrit. Lufta e Bedrit ka ndodhur vëzër rastësisht. Kanë dalë sahabët me pejgamberin me nxalë një karavan që kanë pas pasuri me Ebu Sufjanin. Rastësisht ka ndodhur lufta. Andaj Allahu i thotë, ju keni dalë pa përgatit. Pa përgatit kanë dalë. S'kan dalë për luftë ato. Edhe kanë fituar luftën. Që të jetë begatia e Zotit. Se kur përgatitesh, apo, andaj kur kanë dalë në Uhud të përgatitë kanë humb luftën. Shiko Allahu që ka sunetet e veta. Në Bedër kanë dalë me thika, pa shpata.
Shumë pak shpata kanë pas. E kanë fitu luftën. Në Uhud kanë dalë me prazmore, janë mbledh, këtë me hekër janë mbledh. Edhe në krye kanë shti hekër. E kanë hub luftën. Pse vëllezër? Sepse Allahu xha do një ardon. Shko, e pa sa punë ti sos ti Zoti kur ti thu, valla s'jam kon hiç përgatit për atë punë, ama elhamdulillah usos. Do një ardhi merr këtë sebepët. Këta shkaqet. Sec. Pse? Ke haru krijesorin. Ya Rabbel Alamin. O Zot, çele derën. Andaj pejgamber të lutshin, o Zot, iftah bainana. Çele ti e ki çelsin. Allah e ka çelsin. Nëse nuk e lut Allahun, vallahi marr këtë sebepët. Vallahi më kon gjenia i botës. Aristoteli u kon gjenia i botës. Platoni u kon gjenia i botës. Hipokrati u kon gjenia. A që non gjenia vëllazër? Çfarë gjeniu ka na njëri? I ka vlut truni pimenës. Njerëzit çfarë që nga pas ka thonë ki kanë pejgamber me valla. Çështu i kanë thonë. Ibn Sina, Avicena që ka njohin mjeksi. O kon gjeni, dheki, zarm u kon. Ama e disa ajetet e hadithet i ka refuzuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se andaj lut Allahu xhala me të forcuar. Se forca vjen mbi Zotit. Forca vjen mbi Zotit, nuk vjen mbi neve. Vallahi mos na pas lu Allahu iman zemër. A mund na xheron? Andaj ti sheh njerëzit bojnë sondazhe, thotë a xherohet më 17 orë pa buk. Ti thu jo alhamdulillah. A mund tash ti për Bajram a kanë thu subhanallahu 30 ditë na majtën pa buk. Jo valla gëzohesh. Me të parën ditë gëzohesh. Edhe mërzitesh pse shkoi Ramazani. Apo kjo pi imanit do vëzër. Zoti ka shlu iman, Allahu na i mbush zemrat tona iman ya Rabbul Alamin. Luftën e Uhudit, çka ka ndodhur vëzër? Kanë ardhur do 3 te muslimanë, te pejgamberi sa ka thonë ja Rasulullah. Në Bedri ndodhi, domthon na nuk e ditëm me 300 veta. Na smurën pjesë. Na 3 smurën pjesë. Ka thonë ja Rasulullah, nëse Allahu të çet në një luftë tjetër, thërna neve të partë. Thërna na ta kallzojna veten pak, na 3 çka jena. Atëra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka thënë Allahu leje me dal në Uhud, sepse Abu Sufjani ka thënë ka më marr hak për Bedrit, që ne kanë vrarë Quraysh dhe pleshtë e Qurayshve, edhe ka thënë kena më shkuën shpik kena më vrarë. Kështu ka thënë Abu Sufjani. Atëra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas idenë që të lufton në Uhud nga Medinës. Nga Medinës, shumë afër. Edhe Ibn Seluli e ka pas mendimin që të luftojnë në Medinë. Pejgamberi sa me ka pas ide ndryshe, ai ka pas ide ndryshe. Ibn Seluli ka thënë, unë mendoj, i ka thënë sa ja Rasulullah, unë mendoj që të luftojnë këtu. Në të vinë ato këtu dhe ja kallzojnë atë bakçefin atë. Ama idenë ka pas në të vinë ata këtu, në një mund atë. E ta vrojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E kanë ardhur trit ka thënë ja Rasulullah, a dalna pak kallzojnë as gallok pak më anena. Edhe pejgamberi ka thënë u kri, domthon sigurisht ka dhënë këtyre trive tamam, pelomet juve. Edhe pastaj o zhvesh pejgamberi sa më dhe ka dalë me prazmore. Edhe këto trit ka thënë ja Rasulullah, e kuptuam që do pleç, po dojnë me nejt këtu, rri këtu. Jo, ka thënë tash më e lash me juve, ço përbara. Edhe kanë dalë. Ibn Seluli ka thënë, i ngon trit e s'u ngon mua. Jo, i ngon trit e s'u ngon mua. Kjo vëzër më ngonë mu, së më ngonë mu, kjo i shkanë që i tallë i maj madhë mund. Ska ma që tallë si që kjo. Prishën gruje me burë, babë me birë, shok me shok, vla me vla, hoxh me gjemat. Kur ta këshish, pse o vla, a e ka shkel dhe një ajet, a hadith, ja, thëtë së më ka ngu muë. Aha, a e kupton vëzër, e dëgjoj e tash pse se ka ngu që këtë Ibn Selurin, që këtë ras, që ka bo vëzër? Ka dalë pejgamberi s.a.s. me 1000 sahabe, luftën e Uhudit. Edhe kur ka dalë vëzër, që ka ndodhë? Ibn Seluli i ka qudër të Uhudi, edhe pastaj o këthije. Ka dalë, i ka thirë do shok të vetë, edhe do musliman ndopë, se kanë ditë ato, ka kujtu që ki mas i do luft, a para me ndodhë ki me punu kondër pejgamberi sa? Son regu. Por shemë, a kështë mujtë ti me për më njëri, thotë, qishje be ka mujtë sahabja mu mashtru piktina. Hodla na gjithë ditë ma mashtromi munafikave. Na gjithë ditë pi gazetave mashtromi. Gjithë ditë pi mashtromi, pse? Para më nëjë kështu, ajo vesh për luft. Mitë tis luftës ka dalë. A mund është i njani në rovë e ki, në hendek. E thu qiki valla, në rovë me neve, a ma është karmiku. Problema valla. Problema mi thonë se je karmiku. Se dhe e armatost. Shumë njani para më nëjë mi thonë ti e shpion. Që që bëllon shpion? Ku e diti që jam shpionën? Për mësat kur nuk i ka thonë dikuj që jeti shpion? A i ka dit. Andë thotë Ibn Abasi, ja lexon të surën Munafikun çdo xhumë. E di që jeni këtu. U kon hoxha, Allah e mëshiroj, Sheikh Kishki. Apo i
Egjiptit. E u konë njëri prej o gjallarëve të mëdoj. Edhe ka pas nam të madh. Egjipti vëllezër është shtet i madh. Shtet i madh, 100 milion njerëz. Edhe është shtet shumë strategjik për muslimanët dhe për jo muslimanët. Janë kushime jehudit. Ata e mojnë stabilitetin e këtë lindjes që ju duhet ato. Kushin histori apo në politikë din. Çka ka ndodhur zot? Sheh kish ka pas nam të madh, ka pas shumë xhamat. Egjipti ka shumë xhamat zot. Ndodhin xhami me ardh 15000 veta. Me një xhumë. Apo edhe humbush aty. Edhe ai sa që bën dua, thonë o Allah, fali këto xhamatlit e mi, edhe më shiroj për vetë safit parë. Më shpesh e ka bëu këta. 2 ditë ka dalë, o hoxho. Po çish bën safi parë më i miri saf? A ka thonë këtë safi parë për tjetër çka vin. Si dini ju? Nuk e kemi për qëllim këtu kërkam vëzër. Safi parë, safi ditë, na shpresojnë këtë më kanë musliman të pastër para Zotit xhelel xhelalu. A ka satelita vëzër. Mirë, po vëzëm nuk u mirë me ato. Nuk u mirë hiç fare me ato. E çka ka ndodhur vëzër? Ibn Seluli ka thonë, pse ki s'po mgon mua? Pse pi ngon trit ki? Apo atare 300 veta, pi 1000 ju ka thonë, këtha nuk ka shpia se s'ka luftë. Këtha nuk ka shpia, ngomni mu. Edhe disa prej tyre munafikëve ka shku me ta, edhe shumë pi muslimanëve kanë shku me ta. E Allahu xhallahu surën An-Nisa, edhe sura Ali Imran ka zbrit ajete për defektin e kësajna. Thot Allahu xhallahu ala, "Fama lakum fil munafiqin fi'atayn." Pse ju muslimanët jeni dalë në dy grupe me munafikat? Pse ju muslimanët e vërtet? Pse munafikat i shihni në dy forma? Se disa musliman ka thonë, mos u kthanu se pensam s'po do mu kthi. Ata kanë thonë, Ibn Seluli po thotë mu kthi, edhe kjo janë strategji luftës. Apo? Edhe Allahu xhelal thot i ka çortu musliman. Pse ju po përlani munafiqët? As pedini se janë munafika. Thot Allahu xhelal, wallahu arkasahum bima kasabu. Allahu i ka poshtë me veprat e tyre. Jo, as pedalloni tash munafika ata. Pejgamberi sa porri. Në front. Ky teatri po thot hajde kthehemi. Kush duhet munguar? Ama ato kanë thonë, ky sigurisht e ka për të mirën e muslimanëve. Që të kthehemi se Uhudi dhe me Medinën kanë pak hapësirë, nuk është shumë larg ajo. Apo kush ka shkuar në haxh në Medinë ka vizituar Uhudin, e din se nuk është shumë larg. Atëherë Allahu xhelel xhelaluhu në surën Ali Imran e përmend këtë shqetësim që e kanë bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E njëri se thot 300 veta, a kanë shumë? Për 1000 vëllezër, 30% ushtarëve ja ka marrë. Sot një ushtar me ta marrë dikon. Një pozicion strategjik me ta marrë. Kush ka lexuar për strategji ushtarake e din sa është e madhe manovra njanin me, për shembull, ti njanin ja merr pozitën e konkretësore. Shkoi lufta. Pejgamberi sa luftën e Hendekut. Veç ka ardhur njani pi sahabive, që u bë sahabi ma vonë, edhe i ka thënë ja Rasulullah, unë jam musliman. Ka thonë mos kallzoni ha. Shko te jehudit. Prishi me arab. I ka prish. Me çat prishme, një njeri e ka fitu luftën. Një njeri vëllë. U ka bë musliman, edhe ka ardhur te pejgamberi sa. Ka thonë ja Rasulullah, unë jam musliman. Ka thonë veç mos kallzo, ka thonë. Mos u kallzo atë vetove. Ka thonë shko te arabt, te Quraysh, që e ka rrethu Medinën. Kanë bë aleancë me jehudit. Prishja u aleancën. Ja ka prish aleancën. Edhe ato s'kan dishut ajo vëllezër. Se ka thonë ky qafir, s'mund të më kanë kundër neve. Edhe i ka thonë jehudive, arabt janë të kthi. Arabt janë të kthi. E ju si të met një vetë ku për juve mësani shka ju panë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Apo? Edhe ju ka shkue, ju ka thonë jehudive, po thojnë arabt, si doni me nejtë këtu, berëm një robë, argat. Edhe ju ka vërtetu se këto janë tu, do më thonë, janë qështu qëshpo, qështë i ka supozu ki, edhe i ka shpartaluar. A në zonë një njeri, 300 njerëz i ka këti pi lufte, edhe e kanë hub luftën muslimanët. Thotë Allahu gjillu ala, wali ja'lem alledhina nafaqu wa qila lahum, ta'ala u qatilu fi sabilillah. Thotë Allahu gjillu gjelalu, Allahu e bëri luftën e Uhudit, që ta din prej juve, që dalem pa, ma qartë, ku shumë munafik për juve, në mesin e juve, dhe atyre të cilët i është thanë, hajdin luft, hajdin Uhud se ka me pas luft, ato kanë thonë, jo, s'ka luft. Thotë Allahu gjillu ala, au i dfa'u, e disa pisavi kanë thonë, mos luftofshi për Allah, mbrone mërë vete, se qyteti juve, i dfa'u, mbrone vetën, a jeni ju me dinas, po, mbrone vetën, kanë armi ju sulmua, ka thonë, qalu, lau na'lemu qitalen, let të ba'nakum. Ata kanë thonë, me di që ka luftojna, po s'ka luft, edhe i ka morë 300 veta, ma ndej,
prapa. Thot Allahu te bareke ve teala, hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Thot Allahu xhelo, ata atë ditë, atë çast janë kanë mangat kufrit se imanit. Sepse kanë dhënë vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe me të lanë vetë luftë që quhet tradhtar. Apo dhe thot Ibn Hazmi rahimahullah, janë pajtuar njerëzit ndërkombëtarisht, pa khilaf, se njeri më i keq në botë është tradhtari. Edhe këta e ka miratu Zoti i botrave, i cili e ka bërë natyrë tonën me urrejt tradhtarin. Andaj Allahu xhelalu ala dhe zër, tradhtarët, që to munafikat, në xhenem dhe zër, sikur xheneti ja përpjet, Allahu na bëj fi xhenet live, xhenemi ja te poshtë, sa ma poshtë sa ma keq. Atje në raj xhenemi dhe zër, adini kusha? Raj, ku e ka kallë Allahu zarmën atje. Munafikat. Apo fi derkil esfeli minë nar. Thot Allahu xhelalu ala, munafikat i kemi lanë në shtresën të parë të xhenemit, ma poshtë, s'ka ma poshtë. Çati kallë zarmën dhe zër. Allahu na ruaj xhenemit. Dash pe poshtë, dash pa lart. Andaj thot Allahu xhelalu ala, ata e thonë me gjuhët e tyre, çka nuk e kanë në zemrat e tyre. Kjo ka qenë prej asaj se ne ka përmendë dietarët në këtë kontekst. Prej vështirësive që i ka pas pejgamberi me ta, e që i ka menaxhu edhe i ka drejtue, është se pejgamberi alayhis salam dhe zot shpesh i kanë bë kurthe qarta, do dukshme, e kanë shah. Për shembull Abdullah ibn Ubay ibn Seluli shpesh i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo i vogli unë jam i madhi, rrit të qenin për me të hangër. Qështu ka thonë? Se ka thonë, kje ardhë pi atje 450 km larg, i banë më shpi, e prunëm Medine, se kanë të vra populli vetë, shtash ti këtu ki bëhat, se ka këshirë si pejgamber, se ju ka që ditë, që shpengojnë be musliman që ka qënë këtë? Që shpengojnë? A i se ka këshirë si pejgamber, a i ka këshirë njëri thjesht, tamam, i ka mledhë njerëz në diçka, edhe këto qatë shumë pengojnë. Dhe janë që ditë, në mësam këtë të dhe zëri ka menaxhuar. Dëgjoni këtë rast. Pejgamberi tregon Xhabiri, thotë jemi kanë me një luftë. Jemi kanë me një luftë. Thotë edhe njëri prej sahabeve të muhaxhirëve, ka pas emrin Jihjah ibn Qais al-Ghifari, nga fisi Abu Dharr. Thotë u kon humorist. U kon domon njëri që ka dashur zbavitjen edhe arktimin. Thotë edhe një sahabë tjetër i mshoi pak tu lut, i cili ka pas emrin Sinan ibn Wabara. Tu lujt i kam shu pak. Edhe në mesin e tyre vëllezër ka pas munafika. Apo edhe njëri prej tyre ka bërtit. Ka thonë ja lil ansar. O ansar, hajde këtu. Edhe ai tjetri ka thonë ja lil muhajirin. O muhajira. Dhe Sheikhul Islam Taymija kur e komenton këtë hadith, thotë shiko, janë bë musliman, pin Medinas janë qujt ensar, pin Mekeli janë qujt muhajir. Muhajir edhe ensar janë terme kuranore. Allah i ka qujt muhajir edhe ensar. Njani prej muhajirve tu bajgari kam quni tjetëri. Gjini pa disa e kanë qështu zanar. Ta më shonë një shpu, thot, kështu bajgari. Varët njerë që ka kriju Zoti, jo dhe zë. Valla i diri me pranu makhlukatin e Zotit që shah. Apo ka disa një qështu, merë qaf, do me të mitë kejt. Ka dhe ma thjesht. Edhe kanë fillu me përtit. Hajdi ensar një momni, hajdi muhajira një momni, ne mën të termeve kuranore. Atëre i kanë kaldu shpejt për nga mesam se janë rokë ensart me muhajir për pak diçka. Atëre ka shku për nga mberi së sellem, edhe i ka pa, ka thonë da'uha ma balu da'u el gjahilije. Qka kjo pun me terme gjahilave të thirju? Hajdi ju këtu grupa eme, hajdi ju këtu grupa eme. Dhe së të gjahit që janë thirë, hajdi u e ensar. O ensar janë ensarullah, ndihmuesit Allah. Të kanë thonë hajdi ju muhajira. Shikon ne mën të termeve të Zotit, hajde ju mu rok. Për çka mu rok? Se njëri ja kam çu tjetrit. Ka thirë Allah? Jo. Ka thirë pejgamberi? Jo. Si ka mundsi mu rok? Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, leni këto thirrje, fa innaha muntina, sepse këto thirrje janë, këto thirrje janë jahiletit, të liga, të papastra. Muntina është e papastër. Atëherë çka ka ndodhur zot? E kanë thirrë këtë madhin Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Edhe kanë thonë kanë të rok musliman, po i qetësoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
A ki pa disa njerëz masi qetësohet puna, jo thot, jo, ka dalë se. Pse u ka qetësuar? Kur i kanë kallzu Abdullah ibn Selulit ka thonë, "Fa'aluha, s'keni mor haka." I ka thonë Medinazve, "S'keni mor haka." Aja konë pak mande. Ka thonë, "Hajtë se ku shkoj unë tash, i nxjerri këtë ato të poshtrit për aty, i qes për qytetit." E ka sinu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe sahabët e vet muhaxhira. Atëra i ka mrije ky lajm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Ubej ibn Seluli për rastin që ai ki qetësu ti për armiqësisë, ka thonë, ka me nxjerr poshtrin i madhi, ai i madhi ky i vogli. Hasha wa kella. I vogël Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. I vogël Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allah ja ka thonë haki që e ka merituar. Atëherë kur e ka dëgjuar Omar ibn Khattabi, ka thonë ja Rasulullah, Ubej ka thonë kështu Ibn Seluli. Ka thonë, "Ama le qafën e ti ja Rasulullah." Po më jep leje ta godas në qafë. Se ka thonë për ti se je i vogël. Ka thonë ndërsa për vete ka thonë është i madh. I ka thonë, "Leje Omer, se njerëzit thojnë Muhamedi pi vrat shokët e vet." Çish ju kallzojnë njerëzit tash se kam shok. I kam thonë ja musliman, po sillet me muç këtu. Leje. E çka ka ndodhur zot? Atëra ka shku Usaid ibn Hudayri për me çeçu pejgamberin alayhi salatu wasalam. Usaid i vëzhgoi kon çështu me nam sigur Abdullah ibn Ubay. Edhe i ka thonë, "Ja Rasulullah, anta al-a'az wa huwa al-adhall." Ti je i madhi, aja i vogli. Ti je i larti, aja i poshtri. Atëherë çka ka ndodhur vëzër? Kanë mendu njerëz se mo shkoj Abdullah. Tash vesh i jepet leja edhe shkon. Atëherë çka ka ndodhur vëzër? Ka shkuë djali i vet. Djali Abdullah ibn Ubay. Djali Abdullahit e ka pasur emrin Abdullah. Po Sheikh Husam ibn Taymija, "Wa kana min khiyaril mu'minin." Djali që ti munafikit madh u kon musliman i mirë. Ka shkuë edhe i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, "Ja Rasulullah, e di rastin dhe më ka arrit fjala e babës tem. E di që të ka thonë për tyje i poshtri e a i madhi." Ka thonë, "Ja Rasulullah, nëse ke bo njet me vra, le ma muhe." Shiko vëzër? O vëzër, kam pun be hajgale këtu. As pun ilahije, as pun dërvishave me kënu me dajire. Ja Rasulullah, sa të dojna. Nuk luhet fe, o vëzër, kjo bab e ka pas, bab. Ka thonë, "Ja Rasulullah, si ta kish ba njet me vra, le ma muhe." Pse? Se të ka shatije. Kjo o feja. Nëse se beson pejgamberi, çike drejje, ti se beson për pejgamber. Nëse baba jot, e nana jote, e vllavi jot, e migja jot janë më poshtë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti se beson atë për pejgamber. E lutem Allahu që Allahu t'i mbush zemrat tona dashni për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Tha ja Rasulullah, që do me vra, e vrasune. E pejgamberi ka disa perspektive që ka thonë, jo, ka thonë, po pse po do me vra? Ka thonë ja Rasulullah, unë e di që munafik. Unë e kam të shtëpia. Unë e kam të shtëpia, kam munafik. Ka thonë mirë po. Na këta po kena shejtana. Ti vetëm ke gazuar që na kena kanë shejtan. Ka thonë i thuti dikujt tjetër vraje. Unë e di që e meriton ai. Ka thonë po unë e shoh mësa njat vrasasin e babës tam to e cudhve. E mlun me mu shejtani e vras. Se thonë çka ka vrar babën. E kur e vras unë s'kam vetes më shka i baj. Atëri ka thonë mësam, jo o Abdullah. Jo. Në tarafaqu bihi. Kena me usil mirë me ta. Wa nuhsinu suhbata. Dhe kena me pas shoqënit mirë me ta derisa ai thot jam me juve. A kuptove? Derisa ai thot jam me juve. Shiko vëzër. Dhe ka ardhur transmetim tjetër se Abdullahi ka shku i ka thon babës vet. Ka thonë o baba jam. Derisa ti të thush unë jam i poshtri, Muhamedi jam i madhi, me rrotullu fjalën tane, ka thonë ti s'ki me i Medinë. S'ka me në citet. Atër ka thonë, s'ka që të rëzgjidhja. Ka thonë, s'ka që të rëzgjidhja. Atër ka thonë, tamam, unë jam i poshtri, jam i madhi. To është munafikat, se kam problem. Qa të jendroj muhabeti, minja. Njerë do të unë jam i madhi, më që do tani unë jam i vogli, o vaj, madhi i vogli, cëli i e. A më këto, levërdi vetëm, strategji vetëm. Adari ka thonë, unë jam i vogli, ajo është i madhi. Këtë të vëzë çfarë kanë thënë dietar, ka shumë mësime, kanë thënë dietar këtu ka falje të madhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. O vëzë, a mundi më para më tash. O ato gadishmëri be kanë. O vëzë, Omeri se ka pas muhabet Facebook e këta, ja Rasulullah lema qafën e këtina. Jo, se ka pas, t'ja dëshmojnë e këti që pe duhe pe jonë zamë. Jo, vëzë, o konë hakikat ajo. A konë moment. Vesh me pas shujtaj. Vesh me pas,
ban çka dush Omer. Çka sjet kë ai? Nuk jet kë. Andaj Omer Khattabi se ka pas për një më. Një ditë për ditë ja kanë pru një rast për Jemenit. Për Jemenit e kanë pru, Sanaas. E kanë vrarë njëri 4 veta. E kanë vrarë njëri 4 veta. Kur e kanë pru vrasësin, kanë thonë janë do të tjerë. Ka thonë bëjmë edhe ato. Ka thonë këti vras. A ka thonë çish këti kimi vrarë, po njëri e ka vrarë. Ka thonë këto të tre që kanë vrarë, ka thonë këto e kanë organizuar. Aha. Ka thonë të 4 janë vrasës. Pastaj ka dalë në hutbë dhe ka marrë. Ka thonë o ju njerëz, me pas vra këtë sana, mu pas mledh këtë Sanaaja, këtë qyteti bashk, mu organizu komplot me vra një njeri, unë këti vras. Dhe këti një vrasës. E do sot lozër, me lizit e fabrikume. Apo, thojnë ti për shemull, e ke di që kriminelja që kënis ke kalzue, ale 3 vjetë. A të në qështu? Shke kalzue dhët ti? A e kanë, me gjithse nuk e kanë për pikshmëri me fejnë Allahu Gjelluala. Mi po Omer Khattabi ka pas për një me. Andaj shiko vëzër, këtë gadishmëri, gjaki të vlu, Arab, azgana e trima, përse më ka thonë jo. Jo, leje se, shka ju thamë njerëzve, në transmetim tjetër ka ardhë, me adhë Allah, Allahu në arrujt për kësaj pune. Jo me thonë njerëzit Muhammedi s.a.s. për vret, shok të vet. A do të Sheikhul Islam Tejmije, dhe Ibn Hajar Asqalani, dhe Imam Nevawiju, dhe Ibn Kathiri, thot, nuk i ka ekzekutuar hipokritat kur është shfaq hipokrizia e tyre por shumë arsye, brenda arsyeve cila o vezër li ta'lifin nas, për me i afru zemrat e njerëzve dhe mos mi gërdit njerëzit për Islamit. Se thonë njerëzit aty lom po bashim lom. O vezër shiko, hiq pa u vra, veç të usha njerëzit ju gërditën. Vallahi veç të usha. Ki e shan ket, ai e shan ket. Ki thot te ki gabim vlla, unë e kam bëshmir. Ti ki me në xhenem. Njërës të shka u bave Allah. Qëna u dhe e Zotit, ma ka dale Allah. Edhe në të dish dishka, ma ka dale thuja njerëzve. As gjenemin, as gjenetin se ki ndorë. Mësa, a ki qelsin të ja? Do kujto që kanë qelsin. Apo, a njani duri tha, ani tha se s'kini nuk të në Ramazanin. As si fal, tha nesër, pram, tha 27, a i para herë. A vesh nesër, tha, roke. Po Allah, si t'i shtipe njës shpitane, Allah. Nuk ka vesh pja jo dhe gjeneti, Allah. Pejgamberi se mësoni ka shtit njerëzin në xhenet, ti bish në xhenet apo roke tha 27 edhe ças. Roke sa dush bësën e rok. Bësën e rok se mas parë se dina kura. Hajde kura. Njëri thotë as ka pramë hoxha. Po inshallah Allah nuk e dina. Na u falë mu lutem, na lutem ta natën apo. Ama roke në nat, kjo nuk ka lotari o zot. E roke jone, jo kjo jetë. O jeton me ta, o ja dëshmon Zotit o Zot duhe. Jam robi joti. Jam robi joti, se duhet i kanë tjetër. E tash, ka do vakt Allah ka do këshiret. Në Ramazan ma shumë hajde këtu. Masa nena, lirohet. Ama me bo manovra me Allahun Gjelluala. Kjo e hipokrizi o dhe zë. Se se ki gjenetin do. Andaj, kujdes, e shamja, ofendimet. Si, shiko vëzë, Aishën e ka zumë rasim. E shajti jehudijën. Erdi jehudija tha, vdit që Muhammed. Për mësëm tha, wa aleikum. Edhe ju. Ama ata fjalin e këshin formu sikur selam. Assalamu aleikum. Apo, assalamu aleikum. Apo sikur do, keni pa brenda buzë dhe folin. Për shembull, ta jep selamin pak tu hik, ta shlon një fjalë. S'ka problem, Allah edhe ti, s'kish kam i pa. Për mësam kur i tha Aishës, ka dalë o Aishë. Se nuk jam dërgu për këtë punë. E mirë, kush o ki karshi? Jehudi. E pse nuk e i dërgu për këtë punë? Po unë jam për këtë njerëzit. O vëzër, çish i shkon? Don, çish e kishmi pa na Muhamedit sa sigurati kishtan, ha valla dhe ju vditshi. Kishë thon, kishë thon, mu kombe mos ja kish kthi se ki madha. E shiko kur s'ja ka kthi, ti thu, vallaj, kanë do ti këtë rast. Kanë do. Ti kur rroko njerëzit vëzë. Edhe njëri shlon pe, thot, tamam valla, tamam, u kri. Njerëzit çka këshirin, ka cili ban. A ka ai që ban hujum, e së ne ma vetën, a ne thot, tamam valla, u kri, tamam, hajde, largoju. Halal e ki. Njerëzit e dojnë këtë njerëz. Andaj shiko për nësën vëzër, te hunave ja kanë pruar. Te hunave vëzër, grujin e kanë akuzuar se e ki lavir, o Allah. Gruën tanë e kena pa me burë të huj. Dhe nuk o ka njeri thjesht, o dhe zër. Sot në botë, kur ti dale dikush skandal, shkonaj. Shkon. Apo, a keni pa kur nxjerrin skandalet? Apo, njerëzit para disa koha, rrishin ethet e na. Inshallah jo. Po, ty se s'ki pa rrira atë, Allah. Ama aj ka kamera. Po, aj shka s'ka bo gjuna. Pse du të mutut? Pse du të mutut, Allah? Ti edhe kamerë dhe pa kamerë. Ti je i rahat. S'ke bo kur gjo. Pse du është mutut? Apo, anë dhe zërë. Pejgamberi s.a.s. me gjithë këtë, do mon, ranë që ja prunën,
Domthon, la virllok e akuzun. Edhe a dini pse e ka fal gjakin e gryes vet? A dini pse e ka fal? Sahih Buhari. Kur ka thonë mësam, am nimon dikush ta marr hakin e gryes teme. Se gryja ime e pastër. A që njëri ka thonë, unë ja Rasulullah. A që tjetëri ka thonë, jo. S'ka me mor hakin, se kjo buri mirë. Për mësam, i ka qesu ka thonë, tamam. E ka fal gjakin e vet, nderin e vet, e ka kapërcije, për çka vëzër, veç më superlani jo. Veç më superlani. A njëni për neve, për çka rogët vëzër? Për çka, për këtë të këtë. Për këtë as ka akuzun nder, as ka akuzun fe, as ka akuzun... A dikush së mbatë Allah, 100% me tije. S'ka kështu. 100% me tije, aja makhlukat tjetër, a ke pa shpirt tjetër ka. Andaj, shikove sa mi tolerant e njerëzit, për çfarë arsye vëzër, që mos të angushtoje muslimanëve që vinë ma vonë. Gjithashtu vëzër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendëm se ja ka lexuar çdo herë, çdo xumë surën El-Jumu'a edhe surën El-Munafiqun. Gjithashtu vëzër, kanë ardhur shumë ajete ku ana kanë mbaruar ti përmendën disa prej cilësive që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të munafikave. Luftën e Tebukit i kanë qesh muslimanët, kanë ardhur musliman, kanë dhënë hurma, kanë qesh. Apo kanë thënë se ka pru 5 hurma. A ti kur ka pru parë shumë ka thonë kjo veç për këtë kota ti pru këtë parë. Domthon kjo ka qenë prej traditës që e ka përmendur Allahu te bareke ve teala në ajete të shumta. Ajo që ka ndodhur për rasteve të rana me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e që ky rast e ka nxit pejgamberi sa që ti shkruan emrat e munafikave, e ditë për ditë duke u kthyer prej luftës së Tebukit, luftë e rëndë, u kanë. Luftë e nxehtë ka ardhur në majën e Vapës. Andaj ka thënë ata mos dilni në luftë nxehtë. E Allahu ja ka zbrit ajete. Qul naru jahannam. Zjarri i xhenemit ta majzar. Ma nxehtë se sa zjarri i diell që e ka zbrit Allahu ja në këtë dunjë. Çka ka ndodhur? Tregon Abu Tufaili, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O duke u kthi pi luftës të Tebukit, atëherë vënë vëzër janë kanë këtë me kodra e me vene të larta e me hyrje të shumta, apo. Thotë edhe kalum pranë një Akabe. I thon Akabe, domthon kodër e ran. Kodër e ran mundesh mu lëndu ta. Nëse bie shkatrohesh. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha i dha Hudhaifës edhe Ammarit, tha thunë ju njerëzve mos hinë këtin ve udhve. Unë e hipi që kënena, ato mos vinë kënena. Apo, së është rrugë e rrezikshme. Atëherë që kanë bo vëzër, 15 munafika i kanë mshel, i kanë mbulu sytë, kanë nue mbulesa. Edhe kanë thonë, hipi që kënena, a hip mi erdzojna, edhe e mishmi. Kanë bo plan me evra Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Pikua vëzër, tu këthi pi lufte me ta, kanë arë. Kanë shku me ta, ta shpo dalin me evra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi ka nis me një që të mbulumit kush janë, edhe i ka thënë Ammarit, o Ammar, ai një që ta, se pejgamberi vëzë desa si vjen Xhibrili mi kallzu, pejgamberi i shes se si njëri thjesht. Për shembull, keni pa ti ndodh për shembull, shej ftyra të njëra çuditshme. Ti je në tavolin, ai pjaqë në tavolin veshin këtu e gazgat. Ti e këshir, vallahi, hajde vurëm këtu. Ama i vesh, por që të rëkun e ka i mohabetin. E ti, a i përmësa mi ka këshirë, ka thonë, o Ammar, a i një që to, ka thonë, ja Rasulullah, njërës të mbulum, së njëm ti mujtë mi, i ka mbulu, shumë janë mbulu, vëzë. Se ato janë tu, se më po u zbulu fëtira, atë ndodh dhe keqja. Atëherë, i ka thonë, për nga mesam, pas i ka kalëzu Allahu Gjelluala, ka thonë, a e di që ka dojnë? A e di që ka dojnë? Ka thonë, Allahu dhe pejgamberi s.a.s. e din ma mirë. Ka thonë këto kanë ardhë me më gjujtë mu e me më mbra. Ku të hipju në nalë këtëse kodre, ajo është kitë, do më thonë, kodra gurëzi shkëmbin të shumët, ka thonë të ma kapin devën, të ma ngrejnë e të bipi kodre. Ka ndoshtë të mbysin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Atëri ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kur janë zbuluë, si ju ka kalzue, ka thonë e di që du një me mbyt, atëre janë mobilizuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 3 prej tyre i ka arsyetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e 12 prej tyre u ka rujt prej tyre tankohen. Derisa thuhet që to njerëz vëllai 12 që kanë mbet deri në kohën e Aliut kanë bërë fesat. Nëse thotë Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullah, kur është rrok Aliu me Muawiya, dy sahabit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
Aliu shok, Muawiu shok, janë rok. Kush e kanë nxit luftën o vëllezër? Çeto munafikat. Ama ai se kanë nxit luftën e mend vet. Ka thënë Aliu batil, a çetri pianë, munafiki pianë. Muawiu batil. Edhe tash u duk sikur po thot Aliu Muawiu ti thot. Këta e kanë nxit luftën vëllezër. Andaj Amari ka prezantuar shumë luftra që janë rok sahabët në mes vetit. Edhe shpesh ju ka thonë njerëz, o ju njerëz, Aliu dhe Muawiu tu ditë janë shok pejgamberit sa. Ka thonë munafikat po ju nxisin juve. Ka thonë ju spidini, edhe ka kallzu çket rast. Ka thonë vallahi këtë kanë dashur edhe me vrap pejgamberin sa selam. E s'kan arrit, tash po dojnë mi bë copa shokët e vet. Kujdes Allah. Kur ta shifsh ti se dikush, ti thonë, po ke sinqert dhe valla, po leve valla çfarë sinqeriteti si nxite për të këtë sa sinqert vaj. Njënin e sheh do mi rrok musliman. Do të ki vllavi kurqish, ai vllavi kurqish. Ki hoxha kurqish. Kush met valla për ti? Kush met për ti? Disa njerëz do më thonë, a ka valla musliman për ti? A ka dhe njëri të mirë apo? Këto njerëz vëllezër bajnë fesad. Bajnë fesad madh, i përçajnë musliman kur ta shih se një njeri, po i përçajnë musliman. Mos thuj ki vllavi e një këtë vllavi, hiç se një këtë vllavi, largoj valla. Ose shuj. Shuj se i bane copa i bane musliman. Vëllezër as mjafton kjo coptimi muslimanëve, Allah do të kontribuojë për mi coptua. 2 miliard deklarativisht, 2 me dis janë. Apo 2 me dis janë. A një Kur'an, një hadith, një kibir. Një. A drejtohet dikush ka Vatikani? Jo. A drejtohet dikush ka Greqia? Jo. A thot dikush jo unë me Aristotelin? Jo. E pse? Sepse nefsi të vëllezër. A dhe thot Amari, thot vallahi ata i kun pa gjithmonë si i kanë nxit luftat mes muslimanëve. Dhe pastaj ka zbrit Allahu në surën Tobe, wa hammu bima lam yanalu. Dështën me arrit diçka çka Zoti i pengoi me vra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëra do normal pejgamberi sa e tir Hudhaifën edhe i shkruan çto emra, thot shkruaj filani, Allahu xhelal tregon me emra. Atëra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fi ummati 12 munafiqa. Në ummetin tem janë 12 munafika. Kanë thënë dietarët, i ka përmend te ketë me shenja, te Hudhaifja me emra. Por çfarë arsye vëllezër? Se këto kanë më bëu sharr më vonë. Se deshë, nëse mu ka dash me mvra, çka kanë më u bën këto tjerë valla? Mu ka dash me mvra. Ata thot pejgamberi alayhis salam, la yadkhuluna al-janna, ata kur nuk hin xhennet. Wala yajiduna rihaha, e as janin erën ndonjëherë xhenetit derisa të hije devja për vrimën e xhilpanës. Ta shembull e Kur'anor që ka pruar. Allahu ja ka thënë për qafirat, Allahu mos avoj qafira asnjëherë ya rabbul alamin. Ka thënë nuk e shijojnë aromën e xhenetit pa besimtarët derisa devja e madhe të përbiroje për bir xhilpanës. Ata merr me një ndonjëherë devja. O dhe ti kur e merr penin megjithse e fut aty. Ka dale. Po me mor devën, pra kanë thënë dietar, ka ardhur në hiperbolën më të madhe. Kur Allah na vofi xhenet live, ya rabbul alamin. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, 8 pytyre do t'i mjaftoje një smundje që do t'i godet Allahu xhelala me ethë dhe nxehtësira që do t'ju gjuhet në gjoks dhe do të mbyten. E disa prej tyre do të vazhdojnë me bë sharr. Kjo ka qenë prej traditës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar sahabët që të njohin munafikat me shenja. Dikush thot, as ka mundsi emra? S'ka mundsi. Nëse si ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam emrat, si di as diku tjetër. Ç'kjo Ibn Seluli vëllezër, a dim se kon kryetar. Se mos kon as ki si kish ditë emri, po kon kryetar ki, kon i madh. Apo plus gjallën e ka pas besimtar të mirë, edhe i është bë. Plus çfarë ka bë shumë? Për ndryshe. Megjithëse se ju ka ditë emri, vëllezër, është interesant kjo bota se sillet. Sahabët Mus'ab ibn Umairi, Hamza, kur kanë ndruar jetë, s'kan pas me shka me qefinos. E ka morë për nësa me qefinos Hamzën, e kam lu krien, i ka ndalë kam lu krien, ka thëmë lojën e krien. Mus'ab ibn Umairi, pasaniki i kurejshve, s'ka pas me shka mu mbluar, me gjethë e ka mbluar. Më kjo dunjaja, ama të Allahu janë ndryshe. E që kjo Abdullah ibn Ubej ibn Seluli vezër, me qka qefinos? Me këmishën e Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Që kjo një dunjaja, a i ban dobi të zoti? Ja, vallaj. Njëni thot, po ka i ben vërë me këmish për e këmësam. Po, zban me dobi, zban. Njëni thot, mu më ka thonë hoxha. O vla, mere këtë qevu.
Ibn Seluli në vorr ka hi me këmisht pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E Allah i ka zbita jetë, si a fali. Apo, ka ardhë djali vetë, ka thonë, ja Rasulullah, më ka dek baba, a pe qefinos me këmishën tane? Ka thonë, po, të qefinos me këmishën teme. Ama së të banë khajrë kursi Allah të i mire dhe këmishë e Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka gazu kur me emna. E si ka njoftu vëzër, i ka njoftu e në përmjet cilësive. E cilat janë cilësi vëzër, edhe pak, se emre ka fundi Ramazanit, qajtorët mas Bajramit inshallah, mundi mi mush pak ma shumë. Tregon Ebu Hurajra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë dhënë Imam Buhariu, ka thënë, nuk ka namaz më të rëndë për munafikat se sa namazi i sabahut dhe i yacies. Sikur ta dinin çka ka prej hajrit, do të vinë edhe zvarr. Pse s'ka ardhur zot? Thot Abdulrahman ibn Rajab, thot se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam namazi i yacies dhe namazi i sabahut është fal në kohën e errët. Është kohën në fal, sikur sa është për falna me mëdhëbin Hanbeli. Apo tash na jena këtu Ballkani me mëdhëbit Hanefi. Ama sabahin veç Ramazan e falën me Hanbelit. Se po na përshtatët pak. Apo me mëdhëbin Hanefi vëzë nuk falet sabahi që po falna na. 30 minuta mas imsakit. Me mëdhëbin Hanefi sabahi falet në pak para se me lind dielli. Çështu falet. E pse Ramazan pendrojna? E kena me rakna, ka njerë, kur në konvenon, da në pin Shafiin, Hanefi, mësani lëvizna, apo? Me rëndësi. Për mësam kur e ka falë, vëzër? Shumicet e rastëve e ka falë, në tërë. Në tërë kanë hinë, në tërë kanë dalë. A e kuptove? E munafikat, se s'ka ndarë në sabah, vëzër? Se munafiki se ka për një me këtë punë. Andaj s'ka ndarë në sabah, ka ndarë se s'na shë. Na dalë në kur na shë, drejk, i kindi, edhe në aksham. Ama pse me dalë në sabah kur e shumë shef mua? Sa të kanë pas për mu pa, edhe në gjuma kanë dalë shpesh. Apo, çu që e kanë do, njëri thot, o gjo me Bajram Allah ja të fal, me Bajram, na 30 ditë kena xhuruar dhe se dinë na fal Allah, njëri thot, po mos e shtrëngoj shumë. Unë dalë fal Bajramin, a në çosh atje. E marr shiften me vetje dhe dal. S'mashtrohet Zoti Allah. Nuk mashtrohet Allahu xhelal. Çu janë këto këto? Kanë dalë veç në për festivale. Apo kur ka kon ceremoni, për Bajram, për xhuma, e pensam ka thënë, a doni mi ditë kush janë? Shirni sabah kur zden. Apo e pse vëzë dietar, shikoni vëzë dietar, sa na duan dietar. Imam Shafiu ka thonë, e pse sot ai që zden sabah si thojna munafik? Ha, thot se ka drita. Edhe sot musliman kur së ndalin sabah se kanë me një jetën e munafikave. Por shembull ka njëri fal 5 kohë namaz. Allahu na bëj pikëve që ai falë 5 kohë namaz ya rabbel alamin. Edhe njëri shpesh për shembull ngec. Apo sabahi, yacia ik. Njëri thot, që e zuna munafik. Jo, ka dale. Se ai zden sabah, pse s'do me dal, apo mi kalzu. Ai kujt do mos mi kalzu që ja musliman. Shka me kërkan ai? Ai do njerë pe gjumit, pe dëmbelis, pe se ne kanë dresh jetën, ekstremeral, do njerë pe gjunaheve, ama jo pe një fakit. Këto kanë dalë speciale, kanë dalë s'dalën sabah se s'nashe. Ka plos pe muslimanve. A o shenje një fakit, o shenje një fakit. A është munafik? Jo. Sepse dalohet. Andaj tu ka shumë dispozitë vëzër. Kanë vol dietarë. Tjetra vëzër që i ka treguar se si mi dallue, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, e vanoj namazin. E kjo pishinjave të fakit, të munafikave. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, hadith se ka dhënë Muslim nga Anas ibn Malik, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka thënë tilka salatul munafiq. Ngone për namazin e munafikut. Ka thënë rre e prit me dal digulli. Edhe ban sejtë dhe të shpejta, ka thonë, fa naqaraha arba'an, edhe e prit, i ban naqër. Naqër dhe zë, shka do më thonë? E para, ka thonë, e prit kohën e fundit. A dula? Që? Jo. Sa thire e zane? Hajde dhe pak ma ndejna. Pas e ka thonë, naqaraha. Që do më thonë, naqër? Gjeli dhe zë, edhe pula, kër e morin, e kipa ma skepin shka e kanë. E këni mos i goditin tokën shpejt, ka thënë nësa, fa naqaraha arban, shpejt, 4 copa. E këni po? Njëni thot, imami neve, po në le me thonë për mi 3 herë subhanë rabbil adhim. Po nëse s'ka shtim burga vëllo. Nëse ishte je. Nëse ishte. Dhe zërë, tu ta cekmi këta. 3 herë nuk është farz me thonë subhanë rabbil adhim, as nuk është subhanë rabbil a'la nëse ishte me thonë farz. Një herë farz. Një herë farz. Jashta një herit, kejtë në file, derin sa të munësh. E ki qartë?
një herë ki me thonë farë, Subhana Rabbiyal Azim ruku, Subhana Rabbiyal A'la në sejdë. Mas një herë keto na file. Sa herë, sa thoja imamit. Sa të neje imamit sejdë, edhe bandua. Apo, e pensam, kër e përshkujti namazin e munafikave, që ka tha vjen si gjeli. 4 copa dhe hik. Vesh me ka du që qebe edhe unë u fala. Kjo është namazi i munafikave. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe Allahun nuk e përmenin pos pak. Andaj prej shenjave të nifakut të vëzër mos me but me bo njëri shumë të spi. Jo mi maj të spi të rruzave, ki po da i siu kështu. Ja, me bo të spi Allahun, subhanallah, subhanallah. Për një me bo të spi. Me kry namazi me bo të spi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33 herë, që ka orë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me bo të spi vëzër ka dale. Jo, Jo, subhanallah, me të theksu, subhanallah. Thot Abdullah ibn Abasi, tërtili ka qupe jo nësam, tërtil, subhanallah. Qështu ka po të spi? Apo, mas namazi ka po të spi. Nuk jam të folë tash për ruza, lejot me majtë ruza. Edhe me po të spi me ruza, e bi Urera ka pas ruza. Ama jo me ka zut njerëzve që erki haqia, jo për me ka zuti. E shpes edhe o gjallar dhe përdorin këta, apo? Si shlon të spit pidore, edhe kështu ka 7-8 i ngrej. Jo kësi të spi, jo mu me lujt me ruza. E thonë, subhanallah, alhamdulillah, me theksu dhe me të gjvit me theksu. E që këtë me theksu me të gjvit, për mësëm tha, e munafiki se ne ban. Se ne ban. Se dhe kjo ban veç me dashnit madhe. Veç kush e do Allahu njëlluara. Allahu në vapi atërë që ka e përmenin, Allahu në të bareke vë tjala. Gjithashtu vezër pejgamberi s.a.s. ka ba me i dit në përmjet gjesteve dhe veprave. Ka thonë pejgamberi s.a.s. adin që ka zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, dhe shpreja është Imam Muslimi nga Abdullah ibn Amri, radiallahu anë, thot pejgamberi s.a.s. me kam dëgjua duke thonë, kush i ka 4 cilësi, ajo munafik, kush e ka një, i ngjan këtine. E pse ka thonë kush i ka 4 munafik? Së të kalzojnë tash me emna. Të dijet është. Apo, Allah të ka thonë fiqirët, ka thonë logik, ka thonë intelekt, kape. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, e para prej tëre, ku të folë rrejnë. Allahu në rujtë. Rrejnë a dhe zërë. Rrejnë në Kur'an. A e dini kur ka arë? Në fejën tonë, cina aseni ma i ranë, që ka mundet me bo një njeri? Apo njeri? Një njeri, që ka mundet me bo raport me Zotin seni ma të ranë? Ne e dina kufrin dhe shirkun. I bo Allahu shirk, me adhuru Putin, me adhuru vorrin, me e mohu Zotin, me thonë s'ka Zot. A ka maran se që kaq? S'ka maran. Mirë po Allahu janë disa ajete, kër e ka rënit kufrin dhe shirkun, në fund ka thanë, dhe ata shka rrejnë, ma asanena. Ala maran. Pse vëzër, thot i Ibn Qayyim el-Jauziyja, e ka rëndit Allahu rrejnën maran se shirkun, sepse shirkua dega rrejnës. Shirku vëzër, i ka degat e veta. Loj shirku ka. Zotin arru për kitë shirkëve, edhe kitë kufrive. Mirë po rranja cilë në vëzër, rrejna, sa jo kitë rrejna. Shirku a kitë rrejnë, puti so Zot, njeri so Zot, Isa so Zot, ligji so Zot, Allahu o Zot, as pejgamberi nuk o Zot, sallallahu aleyhi sallam. Andaj rrejnën Allahu gjellëvale ka po sini mas qëmtuar në Kur'an, zban me rrejnë kur. Andaj ka një transmitim nga pejgamberi sallam, se i ka thonë pejgamberi sallam, një sahabi ka thonë, ja Rasulullah, a ban zina muslimani? Po. A piraki? Po. A vedh? Po. A rrejnë? Jo. Rrejnat, a i shka së rrejnë dhe zona burë. Andaj jarë sahabia dhe i tha pejgamberi sallam, ja Rasulullah, ku mbo zina? A burë? Tha pejgamberi sallam, që kjo burë? E pranoj Allah, e pranoj tobën. Mos rrejnë. Ke po ka bimi mos rrejnë. Tha, kur të fole rrejnë, një. E dyta, kur të jape fjallën se ma. Hajtë vla. Po vla. Jo vla. Vla, po mos jep fjallë se dushme e maj. Dhe vëzër, e disa pyte dhe nga thresat në vinë, vëzër. Sa të për lamët, mes burit dhe grujt, për rrejna. Shkon, ja merë babgjishit me rrejna qikën, a i thot, këshyre, që të qëto si bajna. A i thot, ani, që ishtë të ishti? E mësa nena, sa ta more grujën ki? Mësa i thot, mirë në vesh me grujën te i more. Po i të rrejnë të, si të majtë fjallën. Buri ma fjallën. E ti në kofsha si buri që ki ti kushtet rana, ka zojnë tavolikin atina. Jo, si baj që to. Si dush jep, ma si dush mës ma jep. A i ti buri madhë. E jo ati, ani, po gjithë, që ishtë dush ti? E mësa nena, e merë grujën, unë e si maj fjallët, unë e more. Apo, vëzër, njëri du me pas ftirë me pa, kjo ftira. Ku shkon pa ftirë dhe zoti? Kjo ftira. Për nga mësëm që ka tha, jo me si vrasë që këto shka janë munafika. Se qka ju të thjamë njerëzve unë, ato dojnë,
Qysh me i vërat shok? Qysh ta bindi unë se ky sa tamam? Qysh ne bind? Andaj dhe kur të jep fjalën sema, ka thonë alayhi salatu wassalam, edhe kur ti lihet diçka amanet se çon vend. Ja leti diçka amanet, veç kujt është pa hu po vëlla. Pse e morë? Lema thot, lema. Unë e kryj këtë punë, mos e do të kum harrua. Po kum harru vëzët, ai sta kalan për me harru, ta kalan me e maj. Apo do të hape sa e rëndësishme. Të tash mësum ka zonë rëndësishme, sa e rëndësishme ta dhash amanet. Ma amanetin. Edhe e fundit ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për cilësive të munafikut, cila vëzët ka thon idha khasam fajar, kur të ketë me dikant diskutim, hasmohet ndonjë diçka, prishet këtë. Del pi kontrolle. Ka disa njerëz që folin rahat. Ti thu për shembull për diçka spajtohesh. Ani të spajtohesh tash. A janë nisë të kamën e dorën, o vëlla, ule. Që se kjo ti obligim ti mu me mbinë me këta forcat e tua. Janë nisë tu shatë, ka dalë. Nuk ka pa tjetër ti më mbinë me këta forma. Ka forma të qeta, si të kishe argumente vëllezër. A duhet, për shembull, njëri marrë me na thonë neve, që ki dilli shka del, që tu nuk ka dill. Nuk ka dill. Me na thonë njëri sot, nuk ka ejte. E shtash ti tu, çish nuk ka ejte? A thotë jo nuk ka ejte. I thu jo bëj ejta, e thu jo nuk ka ejte. Me thonë jo nuk jena në Shkup, i thu jo bën Shkup jena. Jo jena jo sjena. Njëri më çka thotë, o valla Shkup jena bëhat, ai normal ti tash, ai në veti. Njëri thotë jo vetë ta bindi, po çish e bind. Ka do njerëz nuk bindën. Dilli del mes ditë thotë s'ka. Zoti na ka kriju këtë, thotë s'ka Zot. Allahu na ruaj pe kufrit dhe shirkut. Andaj ka thonë vesam, kur të polemizoje, prishet komplet. Gjithashtu vetë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për cilësive të munafikave, cila vëzër ka thonë alayhi salatu wassalam, hadith që ka thënë Imam Tirmidhiu, dy cilësi kur zbahen bashk te munafiku. Kur zbahen tu dihet bashk me një vend. E para husnu samtin. Ka thonë me pas karakter të fortë. Më kon i bën tërbije shumë. Edhe me e morë vesh fejen, që të dia kur bashk zbahen te munafiki. Për shembull, ka mundsi njënja i gdhent, apo i gdhent, mira. Ama fejen i cedi. Do më kanë munafik. Njani për shembull e kupton fejen. E marrë vesh fejen shka, e dy shka islami. Ama i sa i bën tërbije. Apo kapi një fakit. Ka thënë sa, me i pa dikon bashk, ta di se sa munafik. Se Allah se bashkon një njeri edhe fejen e ka mësu, edhe tërbijen e ka, çish mush mi thonë munafik. Njani edhe tërbije li, edhe i edukum, edhe i gdhen, as është fudull, as krije madh, as nuk ka sillet liga, edhe fejen e do, pika munafik. Ande ta pensam, që të dhja zbanë bashk. Djetarë kanë thonë, ketë që të adithë, vëzër, që ka da shumë adithë tjera. Por që më pensam, ka thonë adithë që i ka zirë më muslimi, ka thonë, munafikë është sigur delja e cila ka met mes dy tufave. E ka një tufë që ne, herë shko dhe ajo, kur është atë tufën tjetër, atë për shko që kënena. E thotë herë, mirë, thotë kanadë të këto. Mënë që thotë, bërë, këto mire paska. Shkolla që në Evropë, thotë, këto mire pa amla. Vën këtu thotë, edhe ju mire kini, ja valla, se kena të ditë mirë. Njani e ka mirë. Njani ka mirë, kultura jo nuk është me kulturën e tëre. Apo? A dhe ka, pensam, ke që të adithë dhe pse i ka përmen? Që në përmet shenjave ti dina kush janë. Andaj tha Allahu Gjelluala, wala ta'rifennahum, ti kimi njoftë o Muhammed ata me shenja. E cilat janë vëzër? Këtu janë shenjat. Vëzër, kjo ka qenë prej traditave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i ka trajtuar munafikat. Këtu vëzër kemi edhe shumë raste të sa pejgamberi nga se jeta e tij 10 vjeçare, 11 vjeçare në Medinë ka qenë mbushur me rastet e tyre, por se koha na ka mbaruar, elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelalu, aty ku kemi qelluar, Allahu na fal, ku kemi gabuar, Allahu na fal dhe na mëshiron, elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelalu, agjerimin ton Allahu ta ban qabul, namazin ton, taravitet tona, lutjet tona Allahu te ban qabul, elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelel xhelalu na mundson që ta përfundojmë këtë Ramazan me vepra të mira, me vepra të pranuara te Allahu xhelel xhelalu, na mundson Allahu që të gdhendemi dhe të jemi me sjelljet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.